Një emër tjetër i surës Al-Fatiha është Ummul Kur'an. Ummul Kur'an do të thënë surja kryesore e Kur'anit. Allahu subhanahu wa ta'ala këtë sure e ka bërë surën kryesore të Kur'anit. Profeti sallallahu alaihi wasallam e ka emërtuar si Ummul Kur'an, i hadith që ka transmetuar Abu Huraira radhiyallahu an, pra se profeti sallallahu alaihi wasallam ka thënë: Elhamdulillahi rabbil alamin, Ummul Kur'an, wa Ummul Kitab, wa as-sab'u al-mathani. Thot, Elhamdulillahi rabbil alamin është Ummul Kur'an, që do të thot surja kryesore e Kur'anit. Ummul Kitab, surja kryesore e librit. Fjala libër shënon Kur'anin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, hamdan kathiran tayyiban mubarakan fihi, wassalatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'd. Në këtë mësim do të fillojmë me shpjegimin e surës Al-Fatiha. Shpjegimin e kësaj sure, komentimin e kësaj sure do ta bëjmë inshallah taala në dy mësime. Surja Al-Fatiha ka disa emra. Quhet Al-Fatiha. Al-Fatiha do të thënë surja me të cilën hapet Kur'ani, me të cilën fillon Kur'ani. Pra, është emërtuar kështu për shkak se me këtë sure fillon Kur'ani i Madhërisëm. Gjithashtu, me këtë sure çelet fillon këndimi i Kur'anit në namaz. Ne këndojmë surën Fatiha në çdo rekat dhe pas surës Fatiha, në rekatën e dytë dhe rekatën e parë dhe rekatën e dytë, këndojmë një pjesë të Kur'anit. Profeti sallallahu alaihi wasallam në një hadith ka thënë: La salata liman la yaqra bi Fatihatil Kitab. Nuk i quhet namazi i saktë atij që nuk këndon Fatihatul Kitab, pra që nuk këndon surën Al-Fatiha. Këtë hadith e ka sjellë Buhariu dhe Muslimi në dy sahihet e tyre. Një emër tjetër i surës Al-Fatiha është Ummul Kur'an. Ummul Kur'an do të thënë surja kryesore e Kur'anit. Allahu subhanahu wa ta'ala këtë sure e ka bërë surën kryesore të Kur'anit. Profeti sallallahu alaihi wasallam e ka emërtuar si Ummul Kur'an, i hadith që ka transmetuar Abu Huraira radhiyallahu an, pra se profeti sallallahu alaihi wasallam ka thënë: Elhamdulillahi rabbil alamin, Ummul Kur'an, wa Ummul Kitab, wa as-sab'u al-mathani. Thot, Elhamdulillahi rabbil alamin është Ummul Kur'an, që do të thot surja kryesore e Kur'anit. Ummul Kitab, surja kryesore e librit. Fjala libër shënon Kur'anin, tregon Kur'anin. Ajo është as-sab'ul mathani, as-sab'ul mathani, surja që përmban 7 ajetet që përsëriten në çdo rekat të namazit. Pra kuptimi i fjalës as-sab'ul mathani është surja me 7 ajetet që përsëritet në çdo rekat të namazit. Këtë hadith e ka sjell Tirmidhiu në Sunenin e tij. Ajo quhet surja Ummul Kitab, Ummul Kur'an, surja kryesore e Kur'anit, surja kryesore e librit, për shkak se Kur'ani, libri i Zotit, fillon me këtë sure. Për shkak se dhe këndimi në namaz, në çdo rekat fillohet me këtë sure. Për shkak se kjo sure është baza e të gjitha njohurive që përmban Kur'ani. Pra, parimet, bazat përmenden në surën Al-Fatiha. Kështu që gjithë Kur'ani kanë bazë, kanë rrojë të tij surën Al-Fatiha. Edhe nga komenti që do t'i bëjmë kësaj sure, do të vërejmë që kjo sure trajton çështjet më të rëndësishme të fesë
dhe të gjitha çështjet e përmendura në Kur'an e kanë bazën tek surja Fatiha, tauhidi, besimi në profetësinë, besimi në ditën e gjykimit, përgatitja për ditën e gjykimit, kaderi i Allahut, emrat e Allahut, atributet e tij. Tauhidi e përmenda që të adhurojmë Allahut vetëm, pa i vënë shok Allahut të lartësuar, të kërkojmë ndihmë Allahut, të mbështetemi vetëm tek Allahu, të ndjekim rrugën e drejtë, të ruhemi nga bidatet, të ruhemi nga devijimet dhe shumë çështje të tjera. Pra, është baza e njohurive të Kur'anit. Të gjitha domethënët e Kur'anit i referohen asaj që përmendet në këtë sure. Prandaj quhet surja kryesore e librit, surja kryesore e Kur'anit. Një emër tjetër i surës El-Fatiha është surja e Hamdit. Hamd do të thonë lavdi, do të thonë falënderim. Për shkak se kjo sure fillon me falënderimin e Zotit të botëve. Falënderimi përket vetëm Allahut të lartësuar. Kjo sure quhet dhe as-sala. As-sala do të thonë namaz. Sipas një hadithi që ka transmetuar Ebu Hurajra radhiyallahu anhu, profeti sallallahu alaihi wasallam ka treguar se Allahu i lartësuar ka thënë. Pra këto janë fjalë hyjnore, ky është hadith qudsi. Allahu i lartësuar ka thënë: "Qasamtu as-salata bayni wa bayna 'abdi nisfaini, fa nisfuhu li wa nisfuhu li 'abdi wa li 'abdi ma sa'al." Thot Allahu i lartësuar, e kam ndar surën Fatiha mes meje dhe mes robit tim. Po për surën Fatiha Allahu i lartësuar ka përmendur fjalën as-sala. Sala do të thotë namaz. Por Allahu i lartësuar me fjalën salat këtu ka për qëllim këndimin e surës El-Fatiha në namaz. Kështu që një nga emrat e surës El-Fatiha është as-sala, namazi. Dhe surja El-Fatiha është quajtur namaz, sala, për shkak se ajo është shtylla kryesore e namazit. Këndimi i saj është shumë i rëndësishëm. Në vazhdim të hadithit që po e tregoj këtij hadithi qudsi, Allahu i lartësuar thot pra: "Fa idha qala al-'abdu Alhamdulillahi Rabbil Alamin, qala Allahu hamidani 'abdi." Në fillim të hadithit thot Allahu i lartësuar: "Unë kam dar namazin, domethënë surën El-Fatiha, mes meje dhe mes robit tim. Gjysma më përket mua dhe gjysma i përket robit tim. Dhe robit tim do t'i jap atë që kërkon." Pra gjysma e kësaj surje është falënderim për Allahun, është lavdërim për Allahun, madhrojmë Allahun, përmendim emrat e bukur të Allahut, përmendim cilësitë e tij, përmendim atributet e tij, përmendim faktin që adhurimi përket vetëm atij, që ne i kërkojmë ndihmë vetëm atij, që e lidhim zemrën vetëm me ta, mbështetemi vetëm tek ai. Pjesa tjetër është lutje, është kërkesë, është përulje nëpërmjet lutjes që ne tregojmë duke kënduar surën El-Fatiha. Prandaj thotë, kupton, e kam dar namazin në dy gjysma, mes meje dhe mes robit tim. Gjysma përket mua dhe gjysma përket robit tim. Dhe robi tim do të jap atë që kërkon. Kur thot robi im, thot Allahu i lartësuar, kur thot fa idha qala 'abdi Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Allahu i lartësuar thot, më ka falënderuar robi im. Kur thot robi Ar-Rahmanir Rahim, i gjithë mëshirshmi, mëshiruesi, Allahu i lartësuar thot, Ethna alayya 'abdi, më ka lavdëruar robi im. Kur robi thot Maliki Yawmiddin, sunduesi i ditës së gjykimit dhe të llogarisë e shpërblimit, Allahu i lartësuar thot, Majjadani 'abdi, më ka madhruar, më ka lartësuar robi im. Wa idha qala Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, qala Allahu hadha bayni wa bayna 'abdi wa li 'abdi ma sa'al. Kur thot robi vetëm ty të adhurojmë
dhe vetëm prej teje e kërkoj ndihmë, Allahu i lartësuar thotë, kjo është mes meje dhe mes robit tim. Dhe robit tim do t'i jap atë që kërkon. Robi bën adhurimin. Allahu subhanahu wa ta'ala e ndihmon robin. Allahu i lartësuar i jep sukses robit. I këto dy pjesë përmendet tauhidi uluhia dhe tauhidi rububia. Uluhia të adhurojmë Allahun vetëm. Rububia ndihmës është vetëm Allahu. Ai që na ndihmon, ai që na jep sukses është vetëm Allahu subhanahu wa ta'ala. Kështu që i kërkojmë ndihmë vetëm Allahut. Mbështetemi për sukses, për ndihmë vetëm tek Allahu i lartësuar. Ihdina as-sirat, kur robi thot ihdina as-sirata al-mustaqim, sirata alladhina an'amta alayhim ghayri al-maghdubi alayhim wala-ddallin. Kur robi thot udhëzona në rrugën e drejtë, në rrugën e atyre që ti u ke bërë mirësi, jo në rrugën e atyre me të cilët ti je i zemëruar, dhe as në rrugën e atyre që janë të humbur. Allahu i lartësuar thot hadha li abdi wa li abdi ma sa'al. Kjo i përket robit tim, dhe robit tim do t'i jap atë që kërkon. Kjo pjesa e fundit është lutje. Prandaj robi drejtohet Allahut të lartësuar për udhëzim në rrugën e drejtë. Dhe Allahu i lartësuar prandaj thot, kjo është për robin tim dhe robi tim do t'i jap atë që kërkon. Pra quhet salat, quhet namaz, sikur sa e ka quajtur Allahu i lartësuar në këtë hadith Qudsi. Kjo sure gjithashtu quhet Ar-Ruqya. Ar-Ruqya do të thënë sure që këndohet për shërim, për kurim nga smundjet, qofshin ato smundje shpirtërore dhe qofshin smundje fiziologjike, smundje shpirtërore si mysyshi, prekja nga xhind dhe magjia. Po edhe stresi dhe shqetësimi dhe turbullira shpirtërore, po edhe kjo këndohet edhe për smundje fiziologjike. Megjithëse nuk jemi këtu domosdoshmë për të folë më hollësisht për rregullat e ruqjes, po thjesht domethënë po atsek faktin që kjo sure këndohet dhe për shërim, për kurim. Pasi profeti e ka quajtur në një hadith ruqje, në hadithin e Abu Sa'id al-Khudrit, që do ta caktoj, do ta rrëfej pak më gjatë, pak më pas inshallah taala, do ta rrëfej më gjatë pak më pas. Profeti sallallahu alaihi wasallam u ka thënë atyre sahabëve, u tha atij sahabit që ja këndoi dikujt, i tha wama yudrika annaha ruqya, ku e diti se ajo është ruqya, pra se ajo është sure që me të cilën i frym të smurit, të cilën këndon për kurim, për shërimin e të smurit. Kjo sure gjithashtu quhet dhe As-Sab'ul Mathani. As-Sab'ul Mathani do thon ajetet që përsëriten në çdo rekat namazit dhe e përmendën këtë pjesë edhe pak më përpara. Quhet dhe El-Quranul Azim, Kurani i Madhërisëm. Kurani i Madhërisëm është emri i gjithë Kuranit, por është emri i veçantë specifik dhe i surës Fatiha. Pasi pjesa kryesore e Kuranit është surja El-Fatiha, ndaj surja Fatiha ka marrë në mënyrë specifike, në mënyrë të veçantë këtë emërtim, Kurani i Madhërisëm. Allahu i lartësuar thotë në Kur'an: "Wa laqad ataynaka sab'an min al-mathani wal-Qur'an al-azim." Ne të kemi dhënë ty 7 ajete, domethënë surën e Fatiha që ka 7 ajete që përsëriten në çdo rekat namazit, wal-Qur'an al-azim dhe Kur'an al-azim, sipas një mendimi dietarëve që është më i mundshmi, fjala emërtimi Kurani i Madhërisëm flet për surën El-Fatiha. Kjo është një sure me mirësi të shumta. Është surja më e rëndësishme, më e madhërishme e Kur'anit. Ka treguar Abu Sa'id ibn al-Mu'alla se ishte në xhami duke fal namaz. Edhe i thret profetit sallallahu alaihi wasallam. Po thotë unë po falem namaz, edhe nuk i përgjigja. Masi mbarova namazin, shkova tek profeti sallallahu alaihi wasallam, i cili ndodhej në xhami, dhe më tha profeti sallallahu alaihi wasallam: "Ç'të pengoi të vije kur unë thirrja?" Qultu ya Rasulullah inni kuntu usalli, thashë dërguar Allahu, unë po falem namaz.
I tha profeti sallallahu alaihi wasallam: "Alam yaqul Allahu ta'ala ya ayyuhalladhina amanu istajibu lillahi wa lirrasuli idha da'akum lima yuhyikum." O ju që keni besuar, përgjigjuni Allahut dhe të dërguarit të tij kur ju fton për atë që ju jep juve jetë, ju jep gjallërinë, aspektin shpirtëror, gjallëron shpirtin, nefsin. Pastaj profeti sallallahu alaihi wasallam I tha: "La u'allimannaka a'zama suratin fil Qur'ani qabla an takhruj min al-masjid." I tha, do të mësoj surën më të madhërishme, surën më të mirë të Kuranit para se të dalësh nga xhamia. Dhe vazhdova me profeti ka për dorë thot. Edhe I thash, o I dërguar Allahut, ti më the që do të mësoj surën më të madhërishme të Kuranit, më të rëndësishme, më të mirë të Kuranit para se të dalëm nga xhamia. I tha profeti sallallahu alaihi wasallam, I tha, është surja Elhamdulillahi Rabbil Alamin. Ajo është surja Es-Sab'ul Mathani, që ka 7 ajete që përsëriten në çdo rekat të namazit, dhe Kur'ani Adhim që më ka dhënë Allahu I lartësuar. Kështu që ky argument tregon se fjala El-Kur'anul Adhim është përdorur në hadith dhe si emër specifik I veçantë për surën El-Fatiha. Në një hadith tjetër profeti sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Ma anzala Allahu fi at-Taurati wala fi al-Injili mithla ummi al-Qur'an. Hiya as-sab'u al-mathani wal-Qur'anu al-'azim alladhi utitu." Ka thënë profeti sallallahu alaihi wasallam, Allahu I lartësuar nuk ka zbritur sure si surja El-Fatiha në Taurat dhe në Injil. Por kjo është një sure që Allahu I lartësuar, domethënë ja ka zbritur vetëm profetit sallallahu alaihi wasallam, e një sure me domethënie kaq përfshirës, është zbritur në mënyrë specifike profetit ton sallallahu alaihi wasallam. Ajo është sure me 7 ajete që përsëriten në çdo rekat dhe ajo është El-Qur'anul Azim. Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu tregon se një grup nga shokët e profetit sallallahu alaihi wasallam ishin në udhtim. Edhe shkojnë për të kaluar natën ke një fis. U kërkojnë që t'i presin si musafiri, kërkuan banorëve të asaj lagje, njerëzve të atij fisi që t'i prisin si musafir. Po ata nuk I respektuan, nuk I nderuan dhe nuk I pritën për musafir. Edhe u vendosën diku në një vend. Pas pak kohë, vjen njëri nga pjesëtarët e këtij fisi, banorët e asaj lagje, edhe thotë që të madhin e fisit ton e ka ngrënë gjarpri. Jemi përpjekur t'i bëjmë gjithçka po si bën dobi. A ka frymtar në mesin tuaj, rakin, që këndon, bën lutje? Njëri nga shokët e profetit sallallahu alaihi wasallam, që nuk njihej si frymtar, si rukjexhi, tha unë këndoj. Po ne u kërkuam që të kalonim natën, na prisit si musafirët, na nderonit, na bonit mikpritje, po ju nuk na respektuat. Prandaj unë nuk vi që t'i këndoj, vetëm se me kushin që të na jepni shpërblim. E pranuan ata. Dhe u caktuan si shpërblim një numër devesh, një numër delesh, 30 kokë bakti. Shkon ky dhe I këndoi surën El-Fatiha. Filloi të këndonte surën Fatiha dhe t'i frynte me pak pshtym, yetful alej, yaqra wa yetful alej. Këndonte dhe I frynte me pak pshtym. Në moment I parë I fisit që I kishte ngrënë gjarpri u çua. Sigurisht e zgjidh nga litari. Pas një pengesë, pas një problem. S'kisha as pak dhimbje. E shëroi Allahu I lartësuar. Edhe ata ja majtën fjalën. Ja dhan 30 kokë bakti. I mori baktit ky, bashkohet me shokët e tij. Disa prej tyre thanë tani ti ndajmë dhe ti konsumojmë baktit. Po ky rukjexhiu tha jo.
do shkojmë ke profeti sallallahu alaihi wasallam dhe do ta pyesim, se nuk e di a na lejohet që t'i ham to bakti apo jo. Shkojnë ke profeti sallallahu alaihi wasallam në Medinë dhe e pyetën. Profeti sallallahu alaihi wasallam i tha atij: "Wama adraka annaha ruqya?" Ku e di e ti se kjo sure është ruqya? Sure që këndohet për fryrje, në cilën i fryhet të smurit. Asabtum, drejt keni vepruar. Iqsimu wadhribu li ma'akum bisahmin. Dhe ka thënë gjithashtu profeti sallallahu alaihi wasallam, më bëni pjesë edhe mua në këto bakti. Ka treguar Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhu se Gjibrili ishte ulur pranë profetit tonë sallallahu alaihi wasallam. Ka ndodhur që Gjibrili ka ardhur ke profeti dhe në formë burri. Ndonjëherë Gjibrili i vjen te profeti sallallahu alaihi wasallam dhe në formë njeriu. Dhe kjo ka qenë më e lehtë në profetin sallallahu alaihi wasallam. Kjo është shpjegim, kjo pjesë që pa e përmendur, domethënë që ka ardhur në formë burri, kurse në hadith përmendet që Gjibrili ishte ulur pranë profetit sallallahu alaihi wasallam. Dhe ngrej Gjibrili kokën nga qielli, shikon nga qielli. Edhe tha, kjo është një portë që është hapur në këtë moment në qiell, që s'ka qenë hapur kurrë më përpara. Edhe tha, ky edhe është një melek që ka zbritur për herë të parë në tokë, nuk ka zbritur kurrë më përpara në tokë. Ky melek i dha selam profetit sallallahu alaihi wasallam dhe i tha: "Ebshir bi nurayni qad utitahuma Fatihat al-kitab wa khawatim surat al-Baqara lam taqra bi harfin minhuma illa u'tita." Meleku i tha, ky meleku që zbriti ka stile për këtë myshde, për këtë lajm të gëzueshëm, i tha profetit sallallahu alaihi wasallam: "Gëzohu për dy drita që ti ka dhënë Allahu i lartësuar, surën al-Fatiha dhe ajetet e fundit të surës al-Baqara, që ajet amana ar-rasulu ma unzila ilayhi min rabbihi wal mu'minun." E deri në fund, këto dy ajetet e fundit. I ka thënë për çdo lutje që do të bësh do të plotësohet. Çdo lutje që do të bësh duke kënduar këto pjesë të Kuranit do të pranohet tek Allahu i lartësuar. Për shembull lutja ihdinas siratal mustaqim, o zona në rrugën e drejtë, ose në pjesën e fundit të surës Baqara ku i kërkojmë Allahut të lartësuar falje, i kërkojmë maskim. Allahu subhanahu wa taala na fal, na mëshiron dhe na imbulon të metat, na imbulon gjunahet. Pra këto ishin disa hadithe që flasin për mirësinë e kësaj sure madhështore. Këndimi i surës Fatiha është një nga shtyllat e namazit, është një nga farzet e namazit. Namazi nuk quhet i saktë pa këndimin e surës Al-Fatiha, sepse profeti sallallahu alaihi wasallam ka thënë: kush nuk e këndon surën Al-Fatiha në namaz, namazi i tij është i mangët. Men salla salatan lam yaqra fiha al-Quran fa salatuhu khidaj. Kush fal namazin dhe nuk këndon në të surën Al-Fatiha, namazi i tij është jo i plot, namazi i tij është i mangët. Këtë të fundit, fjalën e fundit profetit sallallahu alaihi wasallam e ka përsëritur 3 herë. Gjithashtu dhe hadithi që e citova pak më përpara, ku Allahu i lartësuar ka thënë, është hadith kutsi, janë fjalë hyjnore, e kam ndarë namazin mes meje dhe mes robit tim. Pra, surën Al-Fatiha e kam ndarë mes meje dhe mes robit tim. Edhe ky hadith tregon rëndësinë e këndimit të surës Al-Fatiha në namaz. Në një hadith profeti sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "La turzi'u salatun la yuqra'u fiha bi ummi al-Quran." Nuk quhet i saktë një namaz në të cilin nuk këndohet surja Al-Fatiha. Para këndimit të surës Al-Fatiha, ne i lutemi Allahut subhanahu wa taala që të na mbrojë nga shejtani i mallkuar. Ne duhet t'i lutemi Allahut na mbrojë nga shejtani, duke thënë:
A'udhu billahi minash shaitanir rajim, ose në një formë më të gjatë që do ta sqaroj pak më pas. Sa herë që fillojmë këndimin e Kur'anit. Para se të fillojmë këndimin e Kur'anit në namaz, ne themi A'udhu billahi as-sami'il alim minash shaitanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Bismillahirrahmanirrahim dhe fillojmë këndimin e surës Al-Fatiha. Po kështu, jashtë namazit, kur këndojmë Kur'an, i lutemi Allahut na mbrojë nga shejtani duke thënë A'udhu billahi minash shaitanir rajim ose më gjatë, formë më gjatë që e përmenda pak më pas, edhe pastaj fillojmë këndimin e Kur'anit. Kur do të fillojmë këndimin në fillimin e një surje, atëherë ne themi isti'adhen fillimt, A'udhu billahi minash shaitanir rajim, pastaj besmela, bismillahirrahmanirrahim, dhe fillojmë këndimin e surës. Përveç surës At-Tauba, e cila nuk fillon me besmela, me fjalën bismillahirrahmanirrahim. Kështu që nëse do ta fillojmë këndimin nga fillimi i surës At-Tauba, ne do të themi në fillim të isti'adhen A'udhu billahi minash shaitanir rajim dhe do të fillojmë këndimin e surës pa thënë bismillahirrahmanirrahim, pasi sahabët në fillimin e kësaj sure nuk e kanë shkruar fjalën bismillahirrahmanirrahim. Ndryshe nga suret të tjera të Kuranit, ku kjo fjala bismillahirrahmanirrahim prashnohet në fillimin e çdo sureje. Po do të flas për këtë pjesë edhe pak më pas inshallah taala për rregullat e besmeles dhe kuptimin e saj. Ndërsa kur fillojmë këndimin e Kuranit në mesin e një sureje, atëherë e kam fjalën jashtë namazit, atëherë ne themi A'udhu billahi minash shaitanir rajim ose atë formë më të gjatë që e përmenda pak më parë të isti'adhes dhe fillojmë këndimin e Kuranit pa thënë bismillahirrahmanirrahim, pra kur fillojmë këndimin, domethënë gjatë surës dhe jo në fillimin e surës. Këndimi i isti'adhes në namaz është i pëlqyeshëm sipas shumicës së dietarëve, po ka dietarë që thonë se është detyrë. Sepse Allahu i Lartësuar ka urdhëruar në Kur'an: "Fa idha qara'ta al-Qur'ana fasta'idh billahi minash shaitanir rajim." Kur të këndosh Kur'an, lutju Allahut të mbrojë nga shejtani i mallkuar duke thënë A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Dhe profeti sallallahu alaihi wasallam rregullisht e ka filluar këndimin e Kuranit me isti'adhen, duke u lutur Allahut të Lartësuar për mbrojtje nga shejtani i mallkuar. Kurani është udhëzim për ne, është mirësi për ne, është shërim për shpirtrat tona, për zemrat tona. Shejtani është nxitësi të këqijave. Shejtani për nga natyra është i keq, nxit për të këqija, për devijim, për humbje. Prandaj ne i lutemi Allahut subhanahu wa taala para se të fillojmë këndimin e Kuranit, që të na mbrojë nga shejtani i mallkuar, që të arrijmë mirësinë e Kuranit, udhëzimin, shërimin, të mirat për të cilat është shkak Kurani, dhe të shpëtojmë nga të këqijat që i nxit shejtani i mallkuar. Isti'adhen e themi para këndimit të namazit, para këndimit të Kuranit. Para se të fillojmë këndimin e Kuranit, themi A'udhu billahi minash shaitanir rajim, sikur se kuptohet nga ajeti i Kuranit, po kjo kuptohet edhe nga hadithet e profetit sallallahu alaihi wasallam. Për shembull, një hadith ka treguar, një hadith të transmetuar nga Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu, ka treguar Abu Sa'id al-Khudri se profeti sallallahu alaihi wasallam është shuar gjatë natës, ka marrë tekbir, ka kënduar lutjen Subhanak Allahumma bihamdika tabarak ismuka ta'ala jadduka la ilaha ghayruk, pas tekbirit fillestar, që është një nga lutjet me të cilat hapim namazin. Pastaj profeti sallallahu alaihi wasallam ka thënë 3 herë la ilaha illallah, ka thënë pastaj 3 herë Allahu akbar, po kjo në namazin e natës. Kjo formë e hapjes është e veçantë për namazin e natës. Mas këndimit të lutjes që ne e themi, domethënë kur mas tekbirit fillestar subhanallahu Allahumma bihamdika tabarak ismuka ta'ala jadduka la ilaha ghayruk, namazin e natës pëlqejet që me thonë edhe këta, të dy kështojcën, me thonë 3 herë la ilaha illallah,
3 herë Allahu Akbar. Dhe pastaj profeti sallallahu alaihi wasallam ka kënduar isti'adhen. A'udhu billahi as-sami'il alim min ash-shaytanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. I lutem Allahut të më mbroj nga i lutem Allahut dëgjuesit të dishmit të më mbroj nga shejtani i mallkuar, nga çmendja, epilepsia, arroganca që nxit ai apo për cilat bëhen shkak ai, dhe nga vargjet poetike të këqija për cilat nxit dhe tundon shejtani i mallkuar. Format e këndimit të istiadhës. Sipas ajetit Kuranit, themi a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Por në hadithet e profetit sallallahu alaihi wasallam përmenden disa shtojca. Kështu që mund të themi a'udhu billahi as-sami'il alim minash shaitanir rajim. Ose mund të themi a'udhu billahi minash shaitani min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Ose mund të themi më gjatë a'udhu billahi as-sami'il alim minash shaitanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Kjo e fundit është më e plota dhe më e mira, pasi përfshin ato që përmenden në Kur'an dhe ato që janë përmendur dhe në hadithe e profetit sallallahu alaihi wasallam. Por nëse do të përmendim vetëm parën, është mjaftueshme, që del nga ajeti i Kuranit. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Po dhe ato format e tjera që i përmenda janë të mjaftueshme. Fjala shejtan, çfarë do të thotë? Shejtan, do të thënë, po. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah hamdan kathiran tayyiban mubarakan fihi wassalatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'd. Në këtë mësim do të fillojmë me shpjegimin e surës Al-Fatiha. Shpjegimin e kësaj sure, komentimin e kësaj sure do ta bëjmë inshallah taala në 2 mësime. Surja Al-Fatiha ka disa emra. Quhet Al-Fatiha. Al-Fatiha do të thënë surja me të cilën hapet Kur'ani, me të cilën fillon Kur'ani. Pra, është emërtuar kështu për shkak se me këtë sure fillon Kur'ani i Madhërisëm. Gjithashtu, me këtë sure çelet fillon këndimi i Kur'anit në namaz. Ne këndojmë surën Fatiha në çdo rekat dhe pas surës Fatiha, në rekatën e dytë dhe rekatën e parë dhe rekatën e dytë, këndojmë një pjesë të Kur'anit. Profeti sallallahu alaihi wasallam në një hadith ka thënë: La salata liman la yaqra bi Fatihatil kitab. Nuk i quhet namazi i sakt atij që nuk këndon Fatihatul kitab, pra që nuk këndon surën Al-Fatiha. Këtë hadith e ka sjellë Buhariu dhe Muslimi në 2 sahihet e tyre. Një emër tjetër i surës Al-Fatiha është Ummul Kur'an. Ummul Kur'an do të thënë surja kryesore e Kur'anit. Allahu subhanahu wa ta'ala këtë sure e ka bërë surën kryesore të Kur'anit. Profeti sallallahu alaihi wasallam e ka emërtuar si Ummul Kur'an, një hadith që ka transmetuar Abu Huraira radhiyallahu an, pra se profeti sallallahu alaihi wasallam ka thënë: Alhamdulillahi rabbil alamin, Ummul Kur'an, wa Ummul Kitab, wa as-sab'u al-mathani. Thot, Alhamdulillahi rabbil alamin është Ummul Kur'an, që do të thot surja kryesore e Kur'anit. Ummul Kitab, surja kryesore e librit. Fjala libër shënon Kur'anin, tregon Kur'anin. Ajo është as-sab'ul mathani, as-sab'ul mathani, surja që përmban 7 ajetet që përsëriten në çdo rekat të namazit. Pra kuptimi i fjalës as-sab'ul mathani është
surja me 7 ajetet që përsëritet në çdo rekat të namazit. Këtë hadith e ka sjell Tirmidhiu në Sunenin e tij. Ajo quhet surja Ummul Kitab, Ummul Quran, surja kryesore e Kuranit, surja kryesore e librit, për shkak se Kurani, libri i Zotit, fillon me këtë sure. Për shkak se dhe këndimi në namaz, në çdo rekat, fillohet me këtë sure. Për shkak se kjo sure është baza e të gjitha njohurive që përmban Kurani. Pra, parimet, bazat përmenden në surën El Fatiha. Kështu që i gjithë Kurani kanë bazë, kanë rrojtë të tij surën El Fatiha. Edhe nga komente që do t'i bëjmë kësaj sure, do të vërejmë që kjo sure trajton çështjet më të rëndësishme të fesë. Dhe të gjitha çështjet e përmendura në Kur'an e kanë bazën tek surja Fatiha, tauhidi, besimi në profetësinë, besimi në ditën e gjykimit, përgatitja për ditën e gjykimit, kaderi i Allahut, emrat e Allahut, atributet e tij. Tauhidi e përmenda që të adhurojmë Allahun vetëm, pa i vënë shok Allahut të lartësuar, të kërkojmë ndihmë Allahut, mbështetemi vetëm tek Allahu, të ndjekim rrugën e drejtë, të ruhemi nga bidatet, të ruhemi nga devijimet dhe shumë çështje të tjera. Pra, është baza e njohurive të Kur'anit. Të gjitha domethëniet e Kur'anit i referohen asaj që përmendet në këtë sure. Prandaj quhet surja kryesore e librit, surja kryesore e Kur'anit. Një emër tjetër i surës El Fatiha është surja e Hamdit. Hamd do të thonë lavdi, do të thonë falënderim. Për shkak se kjo sure fillon me falënderimin e Zotit të botëve. Falënderimi përket vetëm Allahut të lartësuar. Kjo sure quhet dhe As-Sala. As-Sala do të thonë namaz. Sipas një hadithi që ka transmetuar Abu Huraira radhiyallahu anhu, profeti sallallahu alaihi wasallam ka treguar se Allahu i lartësuar ka thënë. Pra këto janë fjalë hyjnore, kjo është hadith qudsi. Allahu i lartësuar ka thënë: "Qasamtu as-salata bayni wa bayna 'abdi nisfayn, fa nisfuhu li wa nisfuhu li 'abdi wa li 'abdi ma sa'al." Thot Allahu i lartësuar, e kam ndar surën Fatiha mes meje dhe mes robit tim. Po për surën Fatiha, Allahu i lartësuar ka përmendur fjalën as-sala. Sala do të thotë namaz. Por Allahu i lartësuar me fjalën salat këtu ka për qëllim këndimin e surës El Fatiha në namaz. Kështu që një nga emrat e surës El Fatiha është as-sala, namazi. Dhe surja El Fatiha është quajtur namaz, sala, për shkak se ajo është shtylla kryesore e namazit. Këndimi i saj është shumë i rëndësishëm. Në vazhdim të hadithit që po e tregoj, këtij hadithi qudsi, Allahu i lartësuar thot pra: "Fa idha qala al-'abdu Alhamdulillahi Rabbil Alamin, qala Allahu hamidani 'abdi." Në fillim të hadithit thot Allahu i lartësuar: "Unë kam dar namazin, do të thënë surën El Fatiha, mes meje dhe mes robit tim. Gjysma më përket mua dhe gjysma i përket robit tim. Dhe robit tim do t'i jap atë që kërkon." Pra gjysma e kësaj surje është falënderim për Allahun, është lavdërim për Allahun, madhrojmë Allahun, përmendim emrat e bukur të Allahut, përmendim cilësitë e tij, përmendim atributet e tij, përmendim faktin që adhurimi përket vetëm atij, që ne i kërkojmë ndihmë vetëm atij, që e lidhim zemrën vetëm me ta, mbështetemi vetëm tek ai. Pjesa tjetër është lutje, është kërkesë, është përulje nëpërmjet lutjes që ne tregojmë duke kënduar surën El Fatiha.
Prandaj thot, a kupton, e kam darë namazin në gjysma, mes meje dhe mes robit tim. Gjysma përket mua dhe gjysma përket robit tim. Dhe robit tim do të jap atë që kërkon. Kur thot robi im, thot Allahu i lartësuar, kur thot fa idha qala abdi alhamdulillahi rabbil alamin, Allahu i lartësuar thot, më ka falendëruar robi im. Kur thot robi ar-Rahmanir Rahim, i gjithë mëshirshmi, mëshiruesi, Allahu i lartësuar thot, ethna alayya abdi, më ka lavdëruar robi im. Kur robi thot, Maliki yawmiddin, sunduesi i ditës së gjykimit dhe të llogarisë e shpërblimit, Allahu i lartësuar thot, Majjadani abdi, më ka madhruar, më ka lartësuar robi im. Wa idha qala iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, qala Allahu hadha bayni wa bayna abdi wa li abdi ma sa'al. Kur thot robi, vetëm ty të adhurojmë dhe vetëm prej teje e kërkojmë ndihmë, Allahu i lartësuar thot, kjo është mes meje dhe mes robit tim. Dhe robit tim do t'i jap atë që kërkon. Robi bën adhurimin. Allahu subhanahu wa ta'ala e ndihmon robin. Allahu i lartësuar jep sukses robit. I këto dy pjesë përmendet tauhidi uluhia dhe tauhidi rububia. Uluhia të adhurojmë Allahun vetëm. Rububia, ndihmës është vetëm Allahu. Ai që na ndihmon, ai që na jep sukses është vetëm Allahu subhanahu wa taala. Kështu që i kërkojmë ndihmë vetëm Allahut. Mbështetemi për sukses, për ndihmë vetëm tek Allahu i lartësuar. Ihdina as-sirat, kur robi thot ihdina as-sirata al-mustaqim, sirata alladhina an'amta alayhim ghayri al-maghdubi alayhim wala-ddallin. Kur robi thot, udhëzona në rrugën e drejtë, në rrugën e atyre që ti u ke bën mirësi, jo në rrugën e atyre me të cilët ti je i zemëruar, dhe as në rrugën e atyre që janë të humbur. Allahu i lartësuar thot, hadha li abdi wa li abdi ma sa'al. Kjo i përket robit tim, dhe robit tim do t'i jap atë që kërkon. Kjo pjesa e fundit është lutje. Prandaj robi drejtohet Allahut të lartësuar për udhëzim në rrugën e drejtë. Dhe Allahu i lartësuar prandaj thot, kjo është për robin tim dhe robi tim do t'i jap atë që kërkon. Pra quhet salat, quhet namaz, sikur sa e ka quajtur Allahu i lartësuar në këtë hadith qudsi. Kjo sure gjithashtu quhet Ar-Ruqya. Ar-Ruqya, domethënë sure që këndohet për shërim, për kurim nga smundjet, qofshin ato smundje shpirtërore dhe qofshin smundje fiziologjike, smundje shpirtërore si mysyshi, prekja nga xhind dhe magjia. Po edhe stresi dhe shqetësimi dhe turbullira shpirtërore, po edhe kjo këndohet edhe për smundje fiziologjike. Megjithëse nuk kemi këtu domosdoshmë për të folë mohosisht për rregullat e ruqjes, po thjesht domethënë po acek faktin që kjo sure këndohet dhe për shërim, për kurim. Pasi profeti e ka quajtur në një hadith ruqje, në hadithin e Abu Sa'id al-Khudrit, që do ta caktoj, do ta rrëfej pak më gjatë, pak më pas inshallah taala, do ta rrëfej më gjatë pak më pas. Profeti sallallahu alaihi wasallam u ka thënë atyre sahabëve, u tha atij sahabit që ja këndoi dikujt, i tha wama yudrika annaha ruqya, ku e diti se ajo është ruqya, pra se ajo është sure që me cilën i frym të smurit, të cilën e këndon për kurim, për shërimin e të smurit. Kjo sure gjithashtu quhet dhe As-Sab'ul Mathani. As-Sab'ul Mathani do të thonë ajetet që përsëriten në çdo rekat namazit dhe e përmendën këtë pjesë edhe pak më përpara. Quhet dhe El-Quranul Azim, Kurani i Madhërisëm. Kurani i Madhërisëm është emri i gjithë Kuranit, por është emri i veçantë specifik dhe i surës Fatiha. Pasi pjesa kryesore e Kuranit është surja El-Fatiha, ndaj surja Fatiha ka marrë në mënyrë specifike, në mënyrë të veçantë këtë emërtim, Kurani i Madhërisëm. Allahu i lartësuar thot në Kur'an: "Wa laqad ataynaka sab'an min al-mathani wal Qur'an al-azim."
ne të kemi dhënë ty 7 ajete, do të surën e Fatiha që ka 7 ajete që përsëriten çdo rekat namazit, wal Quran al Azim, dhe Kur'an Azim, sipas një mendimi dietarëve që është më i mundshmi, fjala emërtimi Kurani i Madhërisëm, flet për surën El Fatiha. Kjo është një surë me mirësi të shumta. Është surja më e rëndësishme, më e madhërishme e Kur'anit. Ka treguar Ebu Said ibn al-Mualla se ishte në xhami duke fal namaz. Edhe i thret profetit sallallahu alaihi wasallam. Po thotë unë po falem namaz, edhe nuk i përgjigja. Masi mbarova namazin, shkova tek profeti sallallahu alaihi wasallam, i cili ndodhej në xhami, dhe më tha profeti sallallahu alaihi wasallam, ç'të pengoi të vije kur unë thirrja? Qultu ya Rasulullah inni kuntu usalli, thash o dërguar Allahut, unë po falem namaz. I tha profeti sallallahu alaihi wasallam, alam yaqul Allahu ta'ala ya ayyuhalladhina amanu istajibu lillahi wa lirrasuli idha da'akum lima yuhyikum. O ju që keni besuar, përgjigjuni Allahut dhe të dërguarit të tij kur ju fton për atë që ju jep juve jetë, ju jep gjallërinë, aspektin shpirtëror, gjallëron shpirtin, nefsin. Pastaj profeti sallallahu alaihi wasallam i tha, "Law 'allimannaka a'zama suratin fil Qur'ani qabla an takhruj min al-masjid." I tha, do të mësoj surën më të madhërishme, surën më të mirë të Kur'anit para se të dalësh nga xhamia. Dhe vazhdova me profetin, profeti ka për dorë, thot. Edhe i thash, o i dërguar Allahut, ti më the që do të mësoj surën më të madhërishme të Kuranit, më të rëndësishme, më të mirë të Kuranit, para se të dalim nga xhamia. I tha profeti sallallahu alaihi wasallam, i tha, është surja Elhamdulillahi Rabbil Alamin. Ajo është surja Es-Sab'ul Mathani, që ka 7 ajete që përsëriten në çdo rekat të namazit, dhe Kur'ani Azim që më ka dhënë Allahu i lartësuar. Kështu që ky argument tregon se fjala El Kur'anul Azim është përdorur në hadith dhe si emër specifik i veçantë për surën El Fatiha. Në një hadith tjetër profeti sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Ma anzala Allahu fi at-Taurati wala fi al-Injili mithla ummi al-Qur'an. Hiya as-sab'u al-mathani wal-Qur'anu al-azim alladhi utitu." Ka thënë profeti sallallahu alaihi wasallam, Allahu i lartësuar nuk ka zbritur sure si surja Al-Fatiha në Taurat dhe në Injil. Por kjo është një sure që Allahu i lartësuar, domethënë ja ka zbritur vetëm profetit sallallahu alaihi wasallam, e një sure me domethënie kaq përfshirës, është zbritur në mënyrë specifike profetit ton sallallahu alaihi wasallam. Ajo është sure me 7 ajete që përsëriten në çdo rekat, dhe ajo është El Qur'anul Azim. Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu tregon se një grup nga shokët e profetit sallallahu alaihi wasallam ishin në udhtim. Edhe shkojnë për të kaluar natën ke një fis. U kërkojnë që t'i presin si musafiri, kërkuan banorëve të asaj lagje, njerëzve të atij fisi që t'i prisin si musafir. Po ata nuk i respektuan, nuk i nderuan dhe nuk i pritën për musafir. Edhe u vendosën diku në një vend. Pas pak kohë vjen njëri nga pjesëtarët e këtij fisi, banorët e asaj lagje, edhe thotë që të madhin e fisit ton e ka ngrënë gjarpri. Jemi përpjekur t'i bëjmë gjithçka po si bën dobi. A ka frymtar në mesin tuaj, rakin, që këndon, bën lutje? Njëri nga shokët e profetit sallallahu alaihi wasallam, që nuk njeh si frymtar, si rukjexhi, tha unë këndoj. Po ne u kërkuam që të kalonim natën, na prisit si musafirët, na nderonit, na bonit mikpritje, po ju nuk na respektuat. Prandaj unë nuk vi që t'i këndoj,
vetëm se me kushin që të na jepni shpërblim. E pranon ata. Dhe u caktuan si shpërblim një numër devesh, një numër delesh, 30 kokë bakti. Shkon ky dhe i këndoi surën El-Fatiha. Filloi të këndonte surën Fatiha dhe t'i frynte me pak pshtym. Yetful alej, yaqra wa yetful alej. Këndonte dhe i frynte me pak pshtym. Në moment i parë i fisit që i kishte ngrënë gjarpër u çua. Sigurisht e zgjidh nga litari. Pas një pengesë, pas një problem. S'kisha as pak dhimbje. E shëroi Allahu i lartësuar. Edhe ata ja majtën fjalën. Ja dhanë 30 kokë bakti. I mori baktit ky, bashkohet me shokët e tij. Disa prej tyre thanë tani ti ndajmë dhe ti konsumojmë baktit. Po ky rukje gjuh tha jo. Do shkojmë ke profeti sallallahu alaihi wasallam dhe do ta pyesim, se nuk e di a na lejohet që ti ham to bakti apo jo. Shkojnë ke profeti sallallahu alaihi wasallam në Medinë dhe e pyetën. Profeti sallallahu alaihi wasallam i tha atij: "Wa ma adraka anha ruqya?" Ku e di ti se kjo sure është ruqya? Sure që këndohet për fryrje, me cilën i fryhet të smurit. Asabtum, drejt keni vepruar. Iqsim wadribu li ma'akum bisahmin. Dhe ka thënë gjithashtu profeti sallallahu alaihi wasallam, më bëni pjesë edhe mua në këto bakti. Ka treguar Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhu se Gjibrili ishte ulur pranë profetit tonë sallallahu alaihi wasallam. Ka ndodhur që Gjibrili ka ardhur ke profeti dhe në formë burri. Ndonjëherë Gjibrili i vjen te profeti sallallahu alaihi wasallam dhe në formë njeriu. Dhe kjo ka qenë më e lehtë në profetin sallallahu alaihi wasallam. Kjo është shpjegim, kjo pjesë që pa e përmendur, domethënë që ka ardhur në formë burri, kurse në hadith përmendet që Gjibrili ishte ulur pranë profetit sallallahu alaihi wasallam. Dhe ngrej Gjibrili kokën nga qielli. Shikon nga qielli. Edhe tha, kjo është një portë që është hapur në këtë moment në qiell, që s'ka qenë hapur kurrë më përpara. Edhe tha, ky edhe është një melek që ka zbritur për herë të parë në tokë, nuk ka zbritur kurrë më përpara në tokë. Ky melek i dha selam profetit sallallahu alaihi wasallam dhe i tha: "Ebshir bi nurayni qad utitahuma Fatihat al-Kitab wa khawatim surat al-Baqara. Lam taqra bi harfin minhuma illa u'tita." Meleku i tha, ky meleku që zbriti ka stile për këtë myshde, për këtë lajm të gëzueshëm, i tha profetit sallallahu alaihi wasallam: "Gëzohu për 2 drita që ti ka dhënë Allahu i lartësuar. Surën al-Fatiha dhe ajetet e fundit të surës al-Baqara." Që ajet amana ar-rasulu ma unzila ilayhi min rabbihi wal mu'minun. E deri në fund, këto 2 ajetet e fundit. I ka thënë për çdo lutje që do të bësh do të plotësohet. Çdo lutje që do të bësh duke kënduar këto pjesë të Kuranit do të pranohet tek Allahu i lartësuar. Për shembull lutja ihdinas siratal mustaqim, o zona në rrugën e drejtë. Ose në pjesën e fundit të surës Baqara ku i kërkojmë Allahut të lartësuar falje, i kërkojmë maskim. Allahu subhanahu wa taala na fal, na mëshiron dhe na imbulon të metat, na imbulon gjunahet. Pra këto ishin disa hadithe që flasin për mirësinë e kësaj sure madhështore. Këndimi i surës Fatiha është një nga shtyllat e namazit, është një nga farzet e namazit. Namazi nuk quhet i saktë pa këndimin e surës Al-Fatiha, sepse profeti sallallahu alaihi wasallam ka thënë: kush nuk e këndon surën Al-Fatiha në namaz, namazi i tij është i mangët. Men salla salatan lam yaqra fiha al-Quran fa salatuhu khidaj. Kush fal namazin dhe nuk këndon në të surën Al-Fatiha, namazi i tij është jo i plot, namazi i tij është i mangët.
këtë të fundit, fjalën e fundit profetit sallallahu alaihi wasallam e ka përsëritur 3 herë. Gjithashtu dhe hadithi që e citova pak më përpara, ku Allahu i lartësuar ka thënë, është hadith kutsi, janë fjalë hyjnore, e kam ndarë namazin mes meje dhe mes robit tim. Pra, surën Al-Fatiha e kam ndarë mes meje dhe mes robit tim. Edhe ky hadith tregon rëndësinë e këndimit të surës Al-Fatiha në namaz. Në një hadith profeti sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "La turzi'u salatun la yuqra'u fiha bi ummi al-Quran." Nuk quhet i sakt një namaz në të cilin nuk këndohet surja Al-Fatiha. Para këndimit të surës Al-Fatiha, ne i lutemi Allahut subhanahu wa taala që të na mbrojë nga shejtani i mallkuar. Ne duhet të lutemi Allahut na mbrojë nga shejtani duke thënë A'udhu billahi minash shaitanir rajim, ose në një formë më të gjatë që do ta sqaroj pak më pas. Sa herë që fillojmë këndimin e Kur'anit. Para se të fillojmë këndimin e Kur'anit në namaz, ne themi A'udhu billahi as-sami'il alim minash shaitanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Bismillahirrahmanirrahim dhe fillojmë këndimin e surës Al-Fatiha. Po kështu, jashtë namazit, kur këndojmë Kur'an, i lutemi Allahut na mbrojë nga shejtani duke thënë A'udhu billahi minash shaitanir rajim, ose më gjatë, formë më gjatë që e përmenda pak më pas, edhe pastaj fillojmë këndimin e Kur'anit. Kur do të fillojmë këndimin në fillimin e një surje, atëherë ne themi isti'adhen fillimt, A'udhu billahi minash shaitanir rajim, pastaj besmela, bismillahirrahmanirrahim, dhe fillojmë këndimin e surës. Përveç surës At-Tauba, e cila nuk fillon me besmela, me fjalën bismillahirrahmanirrahim. Kështu që nëse do ta fillojmë këndimin nga fillimi i surës At-Tauba, ne do të themi në fillim të isti'adhen A'udhu billahi minash shaitanir rajim dhe do të fillojmë këndimin e surës pa thënë bismillahirrahmanirrahim, pasi sahabët në fillimin e kësaj sure nuk e kanë shkruar fjalën bismillahirrahmanirrahim. Ndryshe nga suret e tjera të Kuranit, ku kjo fjala bismillahirrahmanirrahim prashnohet në fillimin e çdo surje. Po do të flas për këtë pjesë edhe pak më pas inshallah taala për rregullat e besmeles dhe kuptimin e saj. Ndërsa kur fillojmë këndimin e Kuranit në mesin e një surje, atëherë e kam fjalën jashtë namazit, atëherë ne themi A'udhu billahi minash shaitanir rajim, ose atë formë më të gjatë që e përmenda pak më parë të isti'adhes, dhe fillojmë këndimin e Kuranit pa thënë bismillahirrahmanirrahim, pra kur fillojmë këndimin, domethënë gjatë surës dhe jo në fillimin e surës. Këndimi i isti'adhes në namaz është i pëlqyeshëm sipas shumicës së dietarëve, po ka dietarë që thonë se është detyrë. Sepse Allahu lartësuar ka urdhëruar në Kur'an: "Fa idha qara'ta al-Qur'ana fasta'idh billahi minash shaitanir rajim." Kur të këndosh Kur'an, lutju Allahut të mbrojë nga shejtani i mallkuar duke thënë A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Dhe profeti sallallahu alaihi wasallam rregullisht e ka filluar këndimin e Kur'anit me isti'adhen, duke u lutur Allahut të lartësuar për mbrojtje nga shejtani i mallkuar. Kurani është udhëzim për ne, është mirësi për ne, është shërim për shpirtrat tona, për zemrat tona. Shejtani është nxitësi të këqijave. Shejtani për nga natyra është i keq, nxit për të këqija, për devijim, për humbje. Prandaj ne i lutemi Allahut subhanahu wa taala para se të fillojmë këndimin e Kuranit, që të na mbrojë nga shejtani i mallkuar, që të arrijmë mirësinë e Kuranit, udhëzimin, shërimin, të mirat që për cilat është ka Kurani, dhe të shpëtojmë nga të këqijat që i nxit shejtani i mallkuar. Isti'adhen e themi para këndimit të namazit, para këndimit të Kuranit. Para se të fillojmë këndimin e Kuranit, themi A'udhu billahi minash shaitanir rajim, sikur se kuptohet nga ajeti i Kuranit, po kjo kuptohet edhe nga hadithet e profetit sallallahu alaihi wasallam. Për shembull, një hadith
ka treguar një hadith të transmetuar nga Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu, ka treguar Abu Sa'id al-Khudri se profeti sallallahu alaihi wasallam është shtuar gjatë natës, ka marrë tekbir, ka kënduar lutjen Subhanak Allahumma bihamdika wa tabarak ismuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghayruk, pas tekbirit fillestar, që është një nga lutjet me të cilat hapim namazin. Pastaj profeti sallallahu alaihi wasallam ka thënë 3 herë la ilaha illallah, ka thënë pastaj 3 herë Allahu akbar, po kjo në namazin e natës. Kjo formë e hapjes është e veçantë për namazin e natës. Mas këndimit të lutjes që ne e themi, domethënë kur mas tekbirit fillestar subhanak Allahumma bihamdika wa tabarak ismuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghayruk, namazin e natës pëlqejet që me thonë edhe këta të dy shtojcën, me thonë 3 herë la ilaha illallah, 3 herë Allahu akbar. Dhe pastaj profeti sallallahu alaihi wasallam ka kënduar isti'adhan, a'udhu billahi as-sami'il alim min ash-shaytanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. I lutem Allahut të më mbroj nga i lutem Allahut dëgjuesit të dishmit, të më mbroj nga shejtani i mallkuar, nga çmendja, epilepsia, arroganca që nxit ai apo për cilat bëhen shkak ai, dhe nga vargjet poetike të këqija, për cilat nxit dhe tundon shejtani i mallkuar. Format e këndimit të istiadhës. Sipas ajetit të Kuranit, themi a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Por në hadithin e profetit sallallahu alaihi wasallam përmenden disa shtojca. Kështu që mund të themi a'udhu billahi as-sami'il alim minash shaitanir rajim. Ose mund të themi a'udhu billahi minash shaitani min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Ose mund të themi më gjatë a'udhu billahi as-sami'il alim minash shaitanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Kjo e fundit është më e plota dhe më e mira, pasi përfshin ato që përmenden në Kur'an dhe ato që janë përmendur dhe në hadithe e profetit sallallahu alaihi wasallam. Por nëse do të përmendim vetëm të parën, është mjaftueshme, që del nga ajeti i Kuranit, a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Po dhe ato format e tjera që i përmenda janë të mjaftueshme. Fjala shejtan, çfarë do të thotë? Shejtan, do të thënë largim. Shejtani për nga natyra e tij është larg të mirës. Ai është i keq dhe ai nxit për të këqija. Ai në natyrë ka të keqen. Ai është rebel, është kundërshtar i Allahut subhanahu wa taala. Ai është larg Allahut, larg mëshirës së Allahut. Thu kuptim ka fjala shejtan. Ar-rajim do të thënë i mallkuar. Atëherë dalim tani ke kuptimi i fjalës a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Do të thotë i lutem Allahut të më mbroj nga shejtani i mallkuar. Këndimi i istiadhes para fillimit të Kuranit është pastrim për besimtarin. Se besimtari më përpara mund të ketë bërë biseda të kota, mund të ketë thënë fjalë të kota, dhe ka nevojë që të pastroj veten. Që kur të filloj këndimin e Kuranit të jetë i pastër. Ndaj fillojmë me a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Shejtani është armik i brendshëm dhe i padukshëm. Allahu subhanahu wa ta'ala na ka mësuar në Kur'an se si të mbrohemi nga njerëzit kundërshtar, nga njerëzit që na bëjnë të këqija, apo se si të sillemi me ta. Të përpiqemi të fitojmë zemrat e tyre me një fjalë të mirë, me komunikim të mirë, idfa billati hi ahsan. Me shpang të keqen e njeriu të keq me të mirë, me fjalë të mirë, me sjellje të mirë, me komunikim të mirë. Por në të njëjtën vende, që janë 3 vende në Kur'an, Allahu i lartësuar na ka mësuar se si të ruhemi nga sherri i shejtanit, si të shpëtojmë nga të ligat e shejtanit. Pra, që t'i lutemi Allahut të lartësuar që na mbroj nga ngacmimet e shejtanit, nga të ligat që i nxit shejtani i mallkuar.
Sepse shejtani është një armik që nuk pranon ai lajka, nuk pranon që ti bësh qefin, që ta cilë, domethënë, nuk mund ta shmangësh ato me sjellje të mirë, me fjalë të mirë. Sa e ka natyrë vetë se të keqja, ai nxjerr vetëm për keq. Kështu që vetëm Allahu i lartësuar është ai që mund ta mbrojë ne nga shejtani i mallkuar, që mund ta mbrojë nga vezveset, nga ngacmimet, nga tundimet e tij. Prandaj kemi të domosdoshme që ne t'i drejtohemi Allahut, që të na mbrojë nga ky armik i rënd. Allahu subhanahu wa ta'ala na ka përmendur në Kur'an që me lajke zbresin si ndihmë për besimtarët. Kush vritet në fushën e betejës nga kundërshtarët e tij, nga njerëzit, në xhihadin e lishëm ai bie shahid. Ndërsa kush bie viktime e shejtanit, këm poshtë, shejtani, ai është i mallkuar, është larg mëshirës së Allahut subhanahu wa taala. Në qoftë se kafirat zaptojnë një vend dhe e pushtojnë një vend, njerëzit e këtij vendi që janë muslimanë të mirë, do kenë shpërblim tek Allahu, shpërblim për durimin, për mundimin. Ndërsa në qoftë se disa njerëz i zapton shejtani, nëse i pushton shejtani, nëse i nxjerr shejtani nga rruga e drejtë, ata janë gjunaqtar, ata janë mallkuar, ata janë të devijuar nga rruga e Allahut subhanahu wa taala. Prandaj ne kemi nevojë që t'i lutemi Allahut subhanahu wa taala që të na mbrojë nga ky armik i padukshëm. Ne i shohim shejtanët, ne nuk i shohim shejtanët, ata na shohin. Prandaj ne i lutemi atij që i shikon shejtanët që t'i largojë ata prej nesh, që të na ruaj nga dëmi i tyre. Edhe kur njeriu nevrikoset, profeti sallallahu alaihi wasallam na ka mësuar në hadith që me ju lut Allahut të lartësuar të na mbrojë nga shejtani, që nevrikosja është nga shejtani. Prandaj ka treguar Sulejmani ibn Surad se po rrinin me profetin sallallahu alaihi wasallam dhe dy burra po zinjeshin me njëri tjetrin, kishin një grindje dhe i ngritën zërat. Njëri prej tyre u nevrikos shumë, ju fryn damarët, u skuq në fytyrë. Dhe profeti sallallahu alaihi wasallam tha: "Unë e di një fjalë të cilën nëse ky do ta thotë, do qetësohet. Nëse do thotë, a'udhu billahi minash shaitanir rajim." Dhe shkoi njëri nga sahabët dhe i tha atij: "Profeti thotë që të thuash a'udhu billahi minash shaitanir rajim." Por ai tha: "Pse? I çmendur jam unë? Pse duhet ta them këtë fjalë?" Pra, nevrikosja është nga shejtani. Dhe nëse njeriu u thot a'udhu billahi minash shaitanir rajim, shpresohet që të qetësohet dhe të shirohet nga kjo gjendje e rëndë. El besmela. Para këndimit të surës El Fatiha, ne këndojmë besmela. Bismillahirrahmanirrahim. Me emrin e Allahut, të gjithë mëshirshmit, mëshiruesit. Sahabët e kanë shkruar këtë sure në këtë ajet e kanë shkruar në fillimin e surës Fatiha dhe në fillimin e të gjitha sureve të tjera të Kuranit, pra me to kanë hapur të gjitha suret e tjera të Kuranit në mushaf me përjashtim të surës At-Tauba. Edhe këndimi besmeles është shkak për mposhtjen e shejtanit, zvoglimin e tij dhe dobësimin e ngacmimit të tij. Prandaj sillet në një hadith se një sahab ishte hipur në kafshë pas profetit sallallahu alaihi wasallam. Dhe kafsha, deveja, ngeci dhe ra në një këmbë. Ra në thundër, me fjalë, siç thuhet. Dhe ky sahabi që ishte pas profetit sallallahu alaihi wasallam tha ta'isa shejtan. Tha u shkatrov shejtani. I shkatruar qof shejtani. Profeti sallallahu alaihi wasallam tha mos thuaj kështu, se po the kështu, shejtani zmallohet derisa bëhet sa një shtëpi. Edhe thot, unë e kam mposhtur me forcën time, me fuqinë time, me pushtetin tim. Por thuaj bismillah. Se nëse thua kështu, atëherë shejtani zvoglohet edhe bëhet sa një mis. Kështu që edhe këndimi i besmeles ka ndikim të madh, shkak për zvoglimin e shejtanit, për dobësimin e tij,
dhe për largimin e kurthit dhe dëmtimeve të tij. Prandaj këndimi i kësaj fjale ka bereqet, ka mirësi të mëdha. Prandaj sipas sunetit të profetit sallallahu alaihi wasallam, kjo sure, kjo fjala bismillah thuhet kur hym në shtëpi, thuhet kur dalim nga shtëpia, thuhet kur heqim rrobat, thuhet kur hym banjo, kur hym në banjo, thuhet kur marrim abdes, para se të marrim abdes, thuhet kur hym në xhami, thuhet kur dalim nga xhamia, thuhet dhe para kontaktit intim. Për shkak të bereqetit, mirësisë dhe marrësisë që arrihet përmes kësaj sure. Bismillahirrahmanirrahim. Do të thotë filloj këndimin e kësaj sure me emrin e Allahut, duke kërkuar ndihmën e tij. Kjo kur fillon këndimin e një sure. Ndërsa kur fillon një punë tjetër, për shembull fillon abdes, do të thotë, filloj të marr abdes me emrin e Allahut, duke kërkuar ndihmën e tij, duke kërkuar marrësi, sukses dhe bereqet prej tij. Kur hyn në shtëpi, po hyn në shtëpi duke përmendur emrin e Allahut, duke kërkuar ndihmën, suksesin, marrësinë prej tij. Pra, ky është kuptimi. Nën kuptohet, domethënë, kuptimi, folja, veprimi sipas veprimit që ke për të bërë. Bismillahi. Allahu, fjala Allah, është emri i Allahut të lartësuar. Është emri i përveçëm që tregon Allahun subhanahu wa ta'ala. Sipas disa dietarëve, Allah është emri më i madh i Allahut subhanahu wa ta'ala. Kuptimi i këtij emri është i adhuruar. Allah do të thënë i adhuruar. Allah është i vetmi që meriton adhurimin. Ne e duam atë, ne i përulemi atij, ne e madhrojmë atë, ne kemi frikë prej tij dhe ne shpresojmë të mirat e tij subhanahu wa ta'ala. Atëherë Allah do të thotë i adhuruari, i madhruari, që adhurojmë, i përulemi. Emri Allah është emri të cilit i përkasin të gjithë emrat e bukur të Allahut. Të gjithë emrat e bukur të Allahut i kushtohen emrit Allah. Përmenden si emra që i përkasin domthonë këtij emri. Ky emër i përfshin të gjitha emrat e bukur të Allahut subhanahu wa ta'ala. Prandaj Allahu subhanahu wa ta'ala në Kur'an, kur përmend emrat e tij të bukur, i përmend dhe i referohet emrit Allah. Allahu alladhi la ilaha illa huwa ar-rahmanu ar-rahim. Alimul ghaibi wash-shahada huwa Allahu alladhi la ilaha illa hu al-maliku al-quddus. Huwa Allahu alladhi la ilaha illa huwa ar-rahmanu ar-rahim. Huwa Allahu alladhi la ilaha illa huwa al-maliku al-quddus as-salamu al-mu'min. Pra Allahu natyrisht ka përmendur emrat e bukur, dhe i është referuar emrit Allah. Ar-Rahman do më thënë i gjithëmëshirshmi. Allahu subhanahu wa ta'ala ka përfshirë gjithçka me mëshirën e vet. Allahu ka përfshirë me mëshirën e vet të gjitha krijesat. Ka përfshirë me mëshirën e vet në këtë botë edhe muslimanët, edhe kafirat, pasi edhe kafirat në këtë botë shijojnë mirësitë e Allahut subhanahu wa ta'ala. Ar-Rahman është emri i veçantë i Allahut të lartësuar. Nuk emërtohet me këtë emër askush tjetër përveç Allahut të lartësuar. Edhe emri Allah është emri i veçantë i Allahut. Nuk emërtohet me këtë emër askush tjetër përveç Allahut subhanahu wa ta'ala. Ky emër, emri Ar-Rahman, tregon atributin e Allahut, që ai ka mëshirë të plotë. Ai
ka mëshirë me cilën ka përfshirë të gjitha krijesat, siç thot Allahu i lartësuar në Kur'an, wa rahmeti wasi'at kulla shay. Mëshira ime, thot Allahu i lartësuar, ka përfshirë gjithçka. Po ashtu Allahu i lartësuar ka përmendur në Kur'an se me lajket thonë Rabbena wasi'ta kulla shay'in rahmatan wa ilma. Zoti ynë, ti ke përfshirë gjithçka me mëshirën tënde dhe me diturinë tënde. Idhujtarët në kohën e xahiliyetit nuk e njihnin këtë emër dhe prandaj nuk e pranonin atë. Por ai është një nga emrat e bukur të Allahut subhanahu wa ta'ala. Prandaj dhe Allahu i lartësuar thotë në Kur'an, "Qul id'u Allaha aw id'u ar-Rahman." Thuaj, lutjuni Allahut ose lutjuni Rahmanit. Pra çdo që të përmendin në lutje si emrin Allah dhe emrin Ar-Rahman, njësoj është. Ju po i drejtoheni Allahut, ju po i luteni Allahut subhanahu wa ta'ala. Ky emër domethënë ka kuptimin që Allahu ka përfshirë gjithësinë me mëshirën e vet. Dhe këtë emër e ka përmendur Allahu subhanahu wa ta'ala kur flet për lartësimin e tij mbi arsh. Thot Allahu i lartësuar Ar-Rahmanu 'ala al-'arshi istawa. I gjithë mëshirshmi është ngritur lart mbi arsh. Arshi i Rahmanit përfshin krijesat e Zotit, pra pasi ajo është aq e madh sa që është përfshirësi i krijesave. Dhe emri Ar-Rahman do të thotë që Allahu subhanahu wa ta'ala ka përfshirë gjithësinë me mëshirën e vet. Kështu që shikohet përshtatja në ajetën e Kuranit mes emrit të Zotit Ar-Rahman, i cili tregon se Allahu ka përfshirë gjithësinë me mëshirën e vet, dhe arshit, që është krijesa më e madhe e Allahut të lartësuar dhe që me vëllimin e tij të madh, me madhsinë e tij, përfshin krijesat. Ar-Rahim do me thanë mëshirues. Ar-Rahim është një emër tjetër i bukur i Allahut të lartësuar, që do të thotë se Allahu bën mëshirë. Ky emër është përmendur, domethënë si emër që tregon se Allahu i lartësuar mëshiron robët e tij. Wa kana bil mu'minina rahima. Allahu i lartësuar është i mëshirshëm për besimtarët. Allahu i lartësuar është i mëshirshëm me robët e vet. Ai i mëshiron ata. Por si emri Rahman edhe emri Rahim, ndikimin e tyre e kanë si në dynjë dhe në ahiret. Sepse në një lutje profeti sallallahu alaihi wasallam ka thënë Rahmana ad-dunya wal akhirati wa rahimahuma. I gjithë mëshirshmi që mëshiron në dynjë dhe në ahiret, dhe mëshiruesi që mëshiron robët e tij në dynjë dhe në ahiret. Mirë po, në këtë botë mëshirën e Allahut subhanahu wa ta'ala i gjejnë si muslimanët edhe kafirat. Muslimanët jetojnë me mëshirën e Allahut, edhe kafirat jetojnë dhe shijojnë mirësitë me mëshirën e Allahut subhanahu wa ta'ala. Ndërsa në ahiret mëshirën e Allahut do ta kenë vetëm besimtarët. Ndërsa kafirat nuk do kenë pjesë në mëshirën e Allahut të lartësuar në ahiret. Pasi ata do shkojnë në zjarrin e xhehenemit. Prandaj profeti sallallahu alaihi wasallam ka thënë një hadith se Allahu subhanahu wa ta'ala e ka ndarë mëshirën e tij në 100 pjesë. Një pjesë të mëshirës vetëm një pjesë e ka zbrit në këtë botë. Dhe kuptohet në hadithi që gjitha format e mëshirës në këtë botë janë si rrjedhim i kësaj mëshire të Allahut subhanahu wa ta'ala. Edhe kafsha mëshiron të voglin për shkak të kësaj mëshire të Allahut subhanahu wa ta'ala. Ndërsa 99 pjesët e tjera të mëshirës së vet Allahu i lartësuar i ka ruajtur për ditën e gjykimit. Ku Allahu i lartësuar do të mëshirojë vetëm besimtarët, ata që do shkojnë në xhenet. Prandaj xheneti është vendi i mëshirës së Allahut, siç ka thënë Allahu i lartësuar në një hadith kudsi për xhenetin, anta rahmeti arhamu biki man asha'u. Ka thënë për xhenetin, ti je vendi i mëshirës time, me cilin unë mëshiroj atë që dua nga robët e mi. Në këtë botë ne shohim, gjejmë dhe konstatojmë gjurmët e shumta të mëshirës së Allahut subhanahu wa ta'ala.
gjurma dhe rrjedhimi më i rëndësishëm i mëshirës së Allahut të lartësuar në këtë botë është profecia, është zbritja e Kuranit, është dija e Kuranit dhe e Sunetit, është udhëzimi në rrugën e Allahut subhanahu wa taala. Kjo është mëshira më e madhe që na ka bërë Allahu i lartësuar në këtë botë. Zbritja e Kuranit, dërgimi i profetit sallallahu alaihi wasallam. Prandaj Allahu i lartësuar në Kuran dërgimin e profetit sallallahu alaihi wasallam ka quajtur mëshirë. O ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Thot ne të kemi dërguar ty vetëm mëshirë për gjithë botët. Edhe Kurani ka konsideruar mëshirë në librin e tij në disa vende. Kul bi fadlillahi wa bi rahmetihi fa bidhalika falyafrahu. Thuaj me mirësinë e Allahut dhe me mëshirën e tij, me ato le të gëzohen. Por ne kemi edhe shumë gjurmë të tjera të mëshirës së Allahut të lartësuar në këtë botë. Rrezet e diellit janë mëshira nga Allahu për ne, rrezet e shiut janë mirësi, mëshira nga Allahu i lartësuar për ne, shneti, fëmijët, të gjitha burimet e ushqimit dhe të pijes, të gjitha janë mëshira nga Allahu i lartësuar për ne. Të gjitha mirësitë që kemi, qofshin të dukshme dhe qofshin të padukshme, ato që i kemi në zemër, në trup, mendje, pjesë të trupit, të gjitha janë nga mëshira e Allahut subhanahu wa taala për ne. Prandaj ne duhet kërkojmë mëshirën e Zotit. Dhe duke përmendur këto dy emra të bukur të Allahut të lartësuar që tregojnë mëshirën e Allahut, tregojnë që mëshira është atribut i Zotit. Allahu bën mëshirë. Duke përmendur këto, ne duhet kujtojmë dhe faktin që duhet kërkojmë mëshirën e Allahut, të përpiqemi të fitojmë mëshirën e Allahut subhanahu wa taala. Dhe mëshira e Allahut të lartësuar fitohet duke bërë sebebet. Njeriu duhet të udhëzohet në Islam, duhet të ecë në rrugën e Islamit, në rrugën e drejtë, duhet të falë namaz, të jap zakatin, të bindet Allahut, të bindet dërguarit të Allahut, që të fitojë mëshirën e Allahut të lartësuar, siç ka thënë Allahu i lartësuar në Kur'an, wal mu'minuna wal mu'minat ba'duhum awliya'u ba'din ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa yuqimuna as-salata wa yu'tuna az-zakata wa yuti'una Allaha wa rasulahu ulaika sayarhamuhumullah. Pra ka përmendur Allahu i lartësuar në këtë ajet se ata që urdhëron për të mirën, ndalojnë nga e keqja, falin namazin, japin zakatin, i binden Allahut dhe i binden të dërguarit të Allahut, do t'i mëshiroj Allahu subhanahu wa taala. Pra duhet bëjmë sebebet që të arrijmë mëshirën e Allahut, se mëshirën e Allahut në ahiret do e fitojmë vetëm besimtarët, nuk kanë pjesë në të kafirat. Gjithashtu, të mëshirojmë njëri tjetrin, të jemi mëshirshëm me prindrit, të jemi mëshirshëm me fëmijët, bashkëshortit, të jemi mëshirshëm me bashkëshortën, të jemi të mëshirshëm për të moshuarit, të mëshirojmë njerëzit, të mëshirojmë edhe kafshët, që ta mëshirojë Allahu i lartësuar, se kush mëshiron, mëshirohet, ka thënë profeti, irham turham. Ashtu ka thënë ar-rahimun yarhamuhumur rahman, yarhamu man fil ardi, yarhamukum man fis sama. Ata që janë mëshirshëm, i mëshiron i gjithë mëshirshmi. Mëshironi ata që janë në tokë, të mëshiroj ai që është lart mbi qiell. Allahu subhanahu wa ta'ala, profeti sallallahu alaihi wasallam, kur këndonte surën Fatiha, ndalej ke çdo ajet. Bismillahirrahmanirrahim, ndalej. Elhamdulillahi rabbil alamin, ndalej. Arrahmanirrahim, ndalej. Edhe kështu deri në fundin e këndimit të surës, kështu ka treguar Ummu Salama radhiyallahu anha. Elhamdulillahi, elhamdulillah, falënderimi i takon Allahut. Të gjitha falënderimet i takojnë Allahut subhanahu wa taala për atributet e tij të plota, për veprat e tij madhështore, të cilat janë mirësi, për robt ose drejtësi, për emrat e tij të bukur. Allahut i takon falënderimi për emrat e bukur që ka, për atributet e larta të përkryer dhe të përsosura që ka, për veprat madhështore. Gjitha veprimet e Allahut janë drejtësi ose mirësi. Robin e gjen ose mirësia e Allahut ose drejtësia e tij. Nëse Allahu është përblen robin me të mira në këtë botë dhe me mirësinë e xhenetit, Allahu i lartësuar ka trajtuar robin me bujarinë e tij, me mirësinë e tij, me mëshirën e tij. Se hyrja në xhenet është krejtësisht mirësi nga Allahu i lartësuar. E në qoftë se robi gjen dënimin e Allahut si pasojë e gjunave në këtë botë,
dhe shkon në zjarrin e xhehenemit, vendin e vujtjes në ahiret, kjo është drejtësi nga Allahu. Sepse ky dënim i ka ardhur për shkak të gjunave të tij. Robi ka bëu gjuna dhe i ka ardhur si dënim atëherë nga Allahu subhanahu wa taala, pra i ka ardhur dënim nga Allahu subhanahu wa taala. Kështu që veprimet që kryen Allahu ndaj robëve të tij janë ose mirësi ose drejtësi. Kështu që për gjitha veprimet që kryen Allahu në gjithësi, përfshi dhe veprimet që kryen ndaj robëve të tij, Allahu i lartësuar meriton falënderim, meriton lavdrim. Ai meriton lavdrim dhe për mirësitë. Ai na ka bëu gjitha mirësitë. Çdo mirësi e kemi nga Allahu, qoftë dukshme dhe e padukshme. Huwa alladhi khalaqa lakum ma fi al-ardi jami'a. Allahu ka krijuar për ju gjithçka që është në tokë. Alam taraw anna Allaha sakhkhara lakum ma fi as-samawati wa ma fi al-ardi wa asbagha alaykum ni'amahu zahiratan wa batina. A nuk e shikoni ju se Allahu ka nënshtruar ndaj ju gjithçka në qiell dhe në tokë dhe u ka përfshirë në mirësitë e tij të dukshme dhe të padukshme, të dukshme, syt, goja, veshët, paraqitja, në krijuar në formë më të bukur. Dhe të padukshme mirësitë që kemi në trup, kemi në pjesë organet e trupit, mendje, në zemër, pra mirësi që ne nuk i numërojmë dot. E për gjitha këto ne falenderojmë Allahun subhanahu wa taala. Falënderimi i Allahut është një formë dhikri. Është lutja më e mirë që ka përmendur profeti sallallahu alaihi wasallam. Ka thënë: "Afdalu dhikri la ilaha illa Allah." Dhikri më i mirë është fjala la ilaha illa Allah. Dhe lutja më e mirë është me thonë elhamdulillah. Me fjalën elhamdulillah ne shprehim dhe lutje. Pse? Sepse duke thënë këtë fjalë ne falenderojmë Allahun. Dhe kush falenderon Allahun, Allahu ja ruan mirësitë, ja ruan mirësinë e shëndetit, fëmijës, familjes, mirësinë e udhëzimit, qëndrueshmërinë në fe, dhe ja shton mirësitë. Kështu që duke thënë elhamdulillah, ne falenderojmë Allahun, ne madhrojmë Allahun, por dhe ne kërkojmë edhe mirësitë e Allahut subhanahu wa taala. Profeti ka thënë një burr, elhamdulillahi kathiran, falenderoj Allahun me falënderim të shumt. Dhe meleku e quajti diçka të madhe. Siç ka përmendur profeti në një hadith, një burr ka thënë elhamdulillahi kathiran, dhe meleku e quajti diçka të madhe, fjalë. Edhe e pyeti Allahun subhanahu wa taala se si ta shkruante. Allahu subhanahu wa taala i tha: "Shkruaje ashtu siç ka thënë robi im, shumë." Pra, një fjalë që ka mirësi të shumtë, që ka sevap të madh, ka mirësi shumë të madhe tek Allahu i lartësuar. Dhe sa e ka, ato e di vetëm Allahu subhanahu wa taala. Profeti sallallahu alaihi wasallam gjithashtu ka përmendur një hadith tjetër se nëse Allahu ja bën një mirësi robit, cila do qoftë ajo mirësi, dhe ai thotë për këtë mirësi elhamdulillah, kana ma u'tiya afdal mimma akhadha. Ajo që i është dhënë, mirësia e shpërblimit që merr për fjalën la alhamdulillah është më e madhe se sa mirësia që ka dhënë Allahu këtë botë. Për shembull, Allahu i ka dhënë shëndetin robën këtë botë. Dhe falenderoj Allahun për shëndetin, thotë elhamdulillah. I ka dhënë ushqimin dhe pijen. Thotë sa herë ha bukë apo sa herë pi ujë. Thotë elhamdulillah. Mirësia e shpërblimit të kësaj fjale tek Allahu i lartësuar është më e madhe se sa mirësia që Allahu i lartësuar ja ka dhënë robit në këtë botë. Allahu i përket i gjithë falënderimi. Prandaj dhe në një lutje profeti ka thënë: Allahumma laka alhamdu kullu wa ilayka yarji'u al-amru kullu. O Allah, ty të përket i gjithë falënderimi, gjitha falënderimet, gjitha lavdit të përkasin ty, dhe gjitha çështjet të përkasin ty. Allahu i drejton gjitha punët, Allahu vendos për gjitha çështjet dhe përfundimi i gjitha çështjeve është tek Allahu subhanahu wa taala. Në një hadith profeti sallallahu alaihi wasallam ka përmendur nëse robi thot elhamdulillahi kathiran, qala Allahu uktubu li abdi rahmeti kathiran. Allahu i lartësuar thot, shkruajeni rob, nëse robi thot
Elhamdulillahi këthiren, falënderimi I takon Allahut, me falënderim të shumt, e falenderoj shumë ata, Allahu I lartësuar u thot me lajkeve, shkruajani këtë fjalë robit tim, që ai do ketë shumë mirësi. Rabbil alamin, Zoti I botëve. Allahu subhanahu wa taala është krijuesi I gjithçkaje, ai është sunduesi I gjithçkaje. Ai rregullon punët e gjithësisë. Fjala Rabb do thot Zoti, krijuesi që I solli të gjitha gjërat në ekzistencë. Ato nuk ekzistojnë, Allahu I solli në ekzistencë. Sunduesi I gjithësisë. Në pushtetin e tij është gjithçka në gjithësi. Fjala Rabb tregon edhe zotrimin e gjithësisë, sundimin dhe veprimin në gjithësi. Allahu vepron në gjithësi, Allahu komandon gjithësinë, ai drejton punët e gjithësisë. Gjithçka në gjithësi është nën komandën e tij. Ky emër, gjithashtu emri Ar-Rabb, tregon që Allahu kujdeset për krijesat e tij. Kujdeset për krijesat e tij, u jep mirësi, u jep mjetet e jetesës. Ai kujdeset edhe për muslimanët, edhe për kafirat. Se dhe kafirave mjetet e jetesës Allahu subhanahu wa taala u ka dhënë. Allahu ka krijuar, ai u ka dhënë mirësitë, ai u ka dhënë mjetet e jetesës. Por muslimani e njeh Allahun si Zotin e vetëm, e njeh që vetëm Allahu meriton të adhurohet dhe askush, asgjë tjetër përveç tij, nëse kafiri nuk e pranon këtë atribut të Allahut, nuk I nështrohet Allahut, nuk e pranon që është në kujdesin e Allahut, që gjitha mirësitë ja ka dhënë Allahu subhanahu wa taala. Duke qenë se ky emër bart edhe kuptimin e përkujdesjes, që Allahu përkujdeset me ne, përkujdeset për ne, na jep mirësi, na jep mjetet e jetesës, na mban neve, ai e mban gjithësinë, ne I drejtohemi në lutje Allahut të lartësuar duke përmendur këtë emër, Rabbana ighfir lana, Zoti ynë na fal. Rabbi ighfirli, Zoti im fal mu. Rabbi zidni ilman, Zoti im më shto diturinë. Edhe në lutjet që kanë bërë profetët, përmendet që janë drejtuar Allahut subhanahu wa taala me këtë emër. Zoti I botëve, Zoti I gjithësisë. Fjala alamin tregon gjitha krijesat, gjithçka që ka krijuar Allahu subhanahu wa taala. Këtu përfshihet bota e njerëzve, bota e melajkeve, bota e xhinëve dhe shejtanëve, bota e kafshëve dhe gjithçka që ka krijuar Allahu lartësuar në dynjë dhe në ahiret. Gjithçka që ka ekzistuar dhe që do të ekzistojë. Fjala alem në gjuhën arabe rrjedh nga fjala alame, që do thotë shenjë. Dhe gjithësia, krijesat janë quajtur alemin për shkak se ato janë shenja që tregojnë për Allahun. Gjithçka në gjithësi tregon për Allahun subhanahu wa taala. Subhanahu wa taala tregon që ka një Zot që ka krijuar, që mban të gjithësi, që I furnizon krijesat, që rregullon punët e krijesave. Çdo gjë në gjithësi është argument për ta. Është argument që ai është krijuesi vetëm. Vetëm ai meriton adhurimin, vetëm atij duhet I nështrohemi, vetëm atij subhanahu wa taala duhet I përulemi. Do ta mbyllim këtu, inshallah taala, këtë mësim dhe do vazhdojmë me shpjegimin e pjesës tjetër të surës Al-Fatiha nesër. Atëherë po I mbledh pikat që kemi shpjeguar në këtë mësim. Kemi folur për emrat e surës Al-Fatiha, është e para. E dyta, për mirësinë e surës Al-Fatiha. E treta, kemi folur për istiadhen, mirësinë e kësaj fjale, gjykimin e saj, kuptimin e istiadhes, a'udhu billahi minash shaitanir rajim, format se si bëjmë istiadhe. Kemi shpjeguar dhe besmelen, mirësinë e kësaj fjale, bereqetin, mbarësinë, suksesin që arrim duke thënë këtë fjalë. Kemi shpjeguar dy emrat e bukur të Allahut. Kemi shpjeguar emrin Allah
që i referohen gjithë emrat e bukur të Allahut të lartësuar dhe sipas disa dietarëve është emri më i madh i Allahut të lartësuar. Kemi shpjeguar dhe dy emrat e bukur të Allahut të lartësuar, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Gjithashtu kemi shpjeguar dhe hamdin, që falënderimi përket vetëm Allahut subhanahu wa taala. Kemi shpjeguar dhe emrin Ar-Rabb. Allahu është krijuesi vetëm, sunduesi vetëm, i vetmi që rregullon punët në gjallësi, pra tauhid rububia. Dhe kemi shpjeguar dhe fjalën El Alamin, që tregon domethënë gjallësinë, Allahu është Zoti i gjallësisë. Dhe fjalët e tjera të kësaj sure, ajetet e tjera të kësaj sure, inshallah taala, do t'i shpjegojmë në vazhdim në mësimin e ardhshëm, nesër mas dreke, inshallah taala. Elus Allahu subhanahu wa taala që t'i bëj të dobishme këto që komentova. Elus Allahu subhanahu wa taala që na jap mirësitë e tij në këtë botë dhe të na bëj gjithëve banor të xhenetit El Firdaus në ditën e gjykimit. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad. وسبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.